shumë e zhgënjur nga video që jam duke parë në rrjetet sociale. Si një antar e Partisë Socialiste kam zgjedhur të hesht për 1 muaj të tërë. Nuk kam folur dhe nuk kam reaguar, jo se nuk jam shqiptar dhe jo se nuk më dhim se taj vënd, por duke qenë një antar e Partisë Socialiste kam besuar dhe kam shpresuar se njëri i vetëm prej atyre të Partisë Socialiste nga më i madhe tek më i vogli, të dilte përpara popullit dhe të japi një sqarim, të dali përpara atij popullit dhe të mbajë përgjegjësi për një mal me premtime që ne bëjmë në përfushata. Është e turpshme kjo që shikohet. Ne jemi shqiptar dhe po i tregojmë gjithë botës se sa të fortë jemi, se sa të zot jemi dhe ne nuk mposhtemi. Duke parë çdo ditë atë protestë masive, është ëndër e çdo politikani, e çdo partie të ndryshme të ketë një fushat të tillë. Por duke ditur që po i vjen fundi çfarë do gjëje dhe kjo që po ndodh është ekstreme turpshme, që sot mblidhen aq shumë policë dhe kur ndodh një dëm i një polici, çohen të gjithë dhe i shkojnë te spitali, dhe kur dëmtojnë gjithë ato femra aty dhe gjithë ata djem, asnjërit nuk i intereson dhe asnjë person nuk del dhe të mbajë përgjegjësi për atë votën që ka marrë, por kur futen në parlament, zonjat e mia të nderuara, ju duket vetja sikur po kalojnë një tapet të kuq. A mendoni se do të kandidoni më? A mendoni se ju duhen vota? E nëse nuk e mendoni këtë gjë dhe nuk keni frikë nga populli, a keni frikë nga Zoti për gjithë të keqe që jeni duke bërë? Më fal, por nuk e kam ditur që Partia Socialiste pas ka pas gjak serbi. Ju përshëndes nga Zvicra.